Komunës. Zënë së dashur, vetëm pak minuta, pak vëmendje. Kemi zërim edhe nuk kemi mundësi të bërë shumë, prandaj na duhet pak të vëmendje. Sot vërtet jam shumë i lumtur, jam shumë i nderuar që po e hapim këtë ceremoni të përrimit të shtëpisë muze të Bajram Curit. Dihet që Bajram Curi ka lidhur kusht madhe gjatë kohës sa familja e tij internoi nga pushteti Osmani asaj kohe dhe rastësisht ndalojnë kusht madhe dhe për fatin tonë të madh si banor të komunës Raudhecit dhe ju si kryetar, Bajram Curi e shet dritën e diellit pikërisht në këtë vend. Është një figurë emblematike e historisë tonë kombëtare sepse me Bajram Curi lidhen shumë procese historike. Prandaj personalisht më duhet ta përgëzoj kryetarin e komunës, banorët e kushtit të modës që e kanë iniciuar dhe kryetari i komunës që ka investuar në ndërtimin e një shtëpie të tillë sepse kjo i shërben kujdesës tonë historike. Prandaj sot kam kënaqësinë e veçantë që para jush të ftoj kryetarin Ismail Atiki që t'ju adresohet me një fjalë rose dhe më pas vazhdoj me ceremoninë e përrimit të objektit. Zënës të shkollës fillore të mesme të unë, Bajram Curi kusht madhe, të nderuar përfaqësues nga Bajram Curi, nga krahina parake Tropojës, e rrethit Tropojës, Marsis Gjakovës, i nderuar kryesuesi i kuvendit komunës që ashtu ka kontribuar në projektimin e këtij objekti, kësaj vepre me rëndësi të posaçme publike, nderuar kryetari i shoqatës së burgosëve politik, Dervish Qadraku, teksat historian, nënkryetari i komunës, drejtori i shkollës, drejtori drejtorive, asamblejes, kryetari i organizatës veteranëve, Sefa është këtu, po ashtu janë nga njerëzit që ka kontribu me insistim që kjo ide të pranohet nga udhëheqja komunale. Ne sot jemi të lumtur që le të themi në 100 vjetorin e vrasjes, edhe pse e dim që me 29 mars është vrarë pabesisht Bajram Curi, tribuni i popullit, heroi i popullit, njeriu i veçëlisht, ne sot e përorojmë muzeun që i kushtohet Bajram Curit edhe për ta nderuar kontributin e madh të këtij personalitetit për mosave kombëtare historike edhe për t'i nderuar nxënësit, mësimdhënësit ndërbreza të shkollës fillore mesme të Bajram Curi, e cila shkollë ka një traditë të gjatë në edukim, në arsimim, po edhe për ta nderuar kontributin e kësaj shkolle për të arriturat shumta, po edhe kontributin, djersën dhe mundin e njerëzve të kësaj shkolle, nxënësve të kësaj shkolle që i vrau Serbia pushtuese në vitet e fundit, pra në fund vitet e shekullit kaluar në luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës për lirinë e kësaj pjese të robëruar të atë. Pra është kontributi, djersa dhe mundi edhe i mësimdhënësve që u vranë nga barbaria serbe, edhe nxënësit të kësaj shkolle që po ashtu u vranë nga forcat serbe në vitin 1999. Unë e di që ky muze është nuk është vetëm thjesht një objekt, nuk është i begatuar ose i pasuruar ende me ato që do t'ishte interes, nevojë dhe kërkesë e jona, jo vetëm e komunës, po në përgjithësi. Prandaj i ftoj edhe historian, i ftoj edhe gjithë ata që kanë artefakte, dorëshkrime, fotografi, kujtime, edhe nga Bajram Curi, edhe nga shkolla fillore e mesme unë Bajram Curi, po edhe nga veteranët e arsimit, po edhe nga kushdo që mundet që të pasurohet për të begatuohet ky muze edhe me
me ato që e meriton. E ka merituar gjithmonë Bajram Suri, pra tribuni i Veçelis edhe heroi i popullit. Ne sot jemi të lumtur që e përrojmë pra këtë objekt i cili ka 290 metra katror si përfaqe të mjediseve të brendshme dhe ka diku 50 metra katror edhe të hapësirës që e rrethon këtë objekt, pra objektin ose muzeun Bajram Suri. Krusha Madhe sot besoj edhe jo vetëm Krusha Madhe, por gjithë ata që në një mënyrë ose tjetër dëshirojnë të dinë më shumë për historinë, për aktivitetin, për kontributin, për përpjekjen, për idealet që e kanë marrë këtë popull të gjallë, e dinamik ndër breza, për Bajram Surin është siç është Bajram Suri që ka qenë dhe mbetet kurrë e pashtershme frymëzimit për gjithë ata që e duan lirinë, e duan me të vërtet lirinë, edhe Bajram Suri edhe sot e kësaj dite, edhe pas 100 vjetësh të përjetësimit ti në lavdin e historisë e në kujtesën e brezave, vazhdon të mbetet një personalitet i jashtëzakonshëm, i cili kur nuk e ka hequr pushkën nga faqja dhe është një kontributës i madh, po thjesht në çdo sferë të jetës dhe të gjitha shërbimet e tij kanë qenë në shërbim të forcimit të pozitës së kombit shqiptar dhe është njeri i cili po ashtu i ka prind edhe kur akon vështirë, edhe kur akon më lehtë, pra ka qenë në ballë të proceseve dhe prandaj kjo figurë, ky personalitet e nderon jo vetëm Krushën e Madhe, Kosovën, kombin shqiptar. Art.